qenë një njeri i dërguar prej hyjit. Emri i tij ishte Gjon. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar dritën që të gjithë të besojnë nëpër të. Ai nuk ishte drita, por për të dëshmuar dritën. Dhe ja, dëshmia e Gjonit. Kur judejt nga Jerusalemi dërguan tek ai priftërinj dhe levit për ta pyetur kush je ti, ai pranoi. Nuk e mohoi, por dëshmoi. Unë nuk jam Mesia. Kush pra, e pyetën ata, a mos je Elia? Nuk jam, u përgjigji. A je profeti? Jo, u aktheu. Atëherë i thanë, kush je që t'u kthejmë përgjigje atyre që na dërguan? Ai tha, unë jam zëri i atij që bërtet në shkreti, rafshoni ullën e Zotit, sikur se tha Isaia profet. Disa prej të dërguarve ishin farisejnë. Ata e pyetën, pse atëherë pagzon, kur si e as Mesia, as Elia, as profeti? Gjoni përgjigji, unë pagzoj me ujë. Në mesin tuaj është një që ju nuk e njihni. Është ai që po vjen mbas meje, për të cilit unë nuk jam i denjë t'ia zgjidh as rripat e sandaleve. Kjo ndodhi në Betani, për te Jordanit, ku Gjoni po pagëzonte. Të dashur miq, jemi duke vazhduar udhëtimin ton drejt Krishtlindjes. Kësaj radhe kisha kremton të dielën e tretë të kohës së ardhjes, edhe kjo e dielë na sjell në qendër të vëmendjes figurën e Gjon Pagzuesit, që Jezusi e definonte më shumë se një profet. Por mbi këtë figurë kemi folur të dielën e kaluar. Në këtë dielë do të fokusohemi për pak qaste mbi një temë tjetër, nga e cila temë pagzohet e diela e tretë e ardhjes. E kemi fjalën për gëzimin, ashtu sikur se quhet në fakt e diela e gëzimit. Tema e gëzimit përfshin pothuajse tërë liturgjinë e fjalës të kësaj të diele. Në leximin e parë na paraqitet Isaia profet me këto fjalë: me gëzim të madh gëzohem në Zotin. Shpirti im galdon në hyjin tim. Pastaj kemi psalmin që lexohet apo këndohet në për të gjitha kishat gjatë kësaj të diele, dhe është lutje falënderimi që Maria me gëzim i drejton Zotit për gjitha të që Zoti ka realizuar në jetën e saj. Atëherë Maria tha, shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im me hare i brorit hyjt shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vet e përvuajtur. Ja që tani të gjitha brëznit do të me quajnë të lumtur, sepse punë të mëdha bëri për mua, hyji i gjithë pushtetshëm, i shenjtë është emri i tij. Leximi i dytë fillon me fjalë të Shën Paulit: gëzohuni gjithmonë, lutuni pa pushim, për gjithçka falënderoni, sepse në lidhje me ju, ky është vullneti i hyjit në Jezu Krishtin. Edhe vetë Ungjilli është një himn i gjatë kushtuar gëzimit, sepse vetë fjala Ungjill do të thotë lajm i gëzueshëm. Por diskursi biblik mbi gëzimin është një diskurs realist, e jo idealist. Pra janë fjalë që vërtet sjellin gëzimin në jetën e secilit njeri. Gëzimi është synimi kryesor i çdo njeriu. Secila krijesë dëshiron të jetë e lumtur. Nuk ekziston një person që nuk ka dëshirë të jetë i lumtur. Sepse këtë krijesa njeriu dhe secili prej nesh në mënyrë krejt të natyrshme e kërkon.
nga se është diçka që i përket natyrës njerëzore. Një fjalë e urtë afrikane thot, nëse të mungon gëzimi, atëherë vrapo, nxito ta gjesh atë më njëherë. Të gjithë njerëzit e kërkojnë gëzimin, por shumë prej tyre e kërkojnë në mënyra, metoda dhe rrugë të gabuara. Të gjithë njerëzit e kërkojnë gëzimin, por shumë prej tyre preferojnë gëzimin e përkohshëm dhe të menjëhershëm, duke lënë anash gëzimin e qëndrueshëm ose të përjetshëm. Shumë e kërkojnë gëzimin jashtë jetës së tyre dhe shpresojnë që tjerët mund t'u adhurojnë këtë gëzim, por se dinë se gëzimi vjen prej brendisë së njeriut, pikërisht nga ai vend ku banon Zoti në jetën tonë. Shumë njerëz mendojnë se gëzimi vjen prej një jete të lehtë, pa sakrificë, pa flijim, pa adhurim, pa të vërtetën, duke menduar se komoditeti, kënaqësitë e kësaj bote mund t'u sjellin gëzimin. Por se dinë se këto gjëra sjellin vetëm zbrastir, apo janë thjesht gjëra me të cilat dëshirojnë të paraqiten para tjerëve kinse janë të lumtur. Atëherë, ku mund ta gjejë krijesa, njeriu, besimtari, gëzimin e vërtet? Mund ta gjejë tek Krijuesi. Mund ta gjejë tek Zoti, që është njëherët edhe burimi i gëzimit, i paqes dhe i haresë. Mund ta gjejë tek e mira e përbashkët. Gjithashtu, në këtë drejtim, njeriu mund ta ruajë në vazhdimsi gëzimin vetëm nëse vazhdon të jetojë sipas urdhrimeve të Zotit dhe duke i qëndruar besnik atij. Uroj që secili prej nesh gjatë këtyre ditëve të jetë në kërkim të gëzimit të vërtet që vjen prej Zotit. Dhe këtë gëzim ta ndaj me vëllezërit e motrat me të cilët jeton. Pra, duke ju dëshiruar që gëzimi i Zotit të përfshijë secilin prej jush, ju uroj që të vazhdoni me gëzim, pra, këtë udhtim drejt Krishtlindjes.